u rëndohet bara financiare dhe natyrisht po shkaktohen pasoja jo të vogla financiare. 3 milione vetëm këtë vit nuk janë pak për një komunë si ne, ose 3 milione gjysmë për Vushtrim, apo edhe për Podujevën, apo edhe për plot komuna tjera. Realisht, nuk po besoj se ne edhe pse jemi në asociacion të komunave, edhe si komuna individuale kemi ankuar, aktualisht lënda është në gjykatën komerciale të Kosovës, me Serin Prishtinë, po përgjigje ende nuk kemi dhe me ngun do të kishim kërkuar edhe tutje që Qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Financave ta gjejnë formën që ti kompenzojë ose ti rimbursojnë mjetet e shpenzuara të cilat kanë ndikuar padyshim edhe në projekte, po edhe në plot aspektet tjera që lidhen me malla shërbime, me subvencione e tjera. Pra edhe ne jemi në mes në komunave që jemi ankuar, 26 komuna që janë ankuar, edhe ky problem është për të gjitha komunat. Pra nuk është se kemi heshtur, ne kemi përdorur të gjitha mjetet juridike dhe tashmë jemi në situatën kur po paguajmë jo pak, madje po na merren nga thesari përmes procedurave përmbarimore mjete edhe në pozicione ku vërtet janë tepër trauma për një komunë, sepse edhe komuna i ka planet e veta, i ka domethënë dinamikën e projekteve, i ka plot gjëra të cilat edhe për një orë edhe tyrat merren, edhe subvencionet merren, edhe është një lloj kompromitimi përveç një vështirësi shtesë për komunat dhe një lloj kompromitimi për ekzekutivët komunal ose për komunat e Kosovës, sepse ti ki prit ja pagu operatorit një faturë dhe i ki besu